Nga kërkesa pret që shtatori ta gjej atë sheshë dhe me një platformë konkrete, se ajo historia nga dita e parë dhe deri sot që flasim, parti politike, lëvizje politike, nuk e ka marrë ende një përgjigje, po një platformë më të qartë të njerëzve që janë atë sheshë. E kam thënë edhe këtu, ajo që i mungoi protestës nga dita e parë deri në ditën e 70 sa ka shkuar tash, ishte një mendim i qartë politik. S'po thënë platformë politike, sepse unë nuk mendoj dhe nuk duhet të ndodhë që nga ajo protestë të lindi një parti. Sepse ajo është një protestë heterogjene. Aty ka socialistë që votojnë PS-n, por nuk janë pro Ramës për të vazhduar të qeverisë. Aty ka demokratë të cilët janë votues të opozitës, por mund të mos jenë dakord me Sali Berishën. Ka mbështetës të partive të tjera. Edhe mbështetës të Sali Berishës që janë të pakënaqur kur dëgjojnë thirrjen Rama Burg Berisha Burg. Për pjesë e Berishës janë pakënaqur, se për Rama janë dakord. Në momentin kur shkojmë para kutive të votimit, nga ata njerëz që janë në protestë, ka votues PS-s, PD-s, kësaj partive të reja etj. Dhe nëse një parti që do të lindë nga kjo protestë, do të mendojë që gjithë ata njerëz janë aty, apo edhe ata që janë jo pjesëmarrës, por mbështetës së protestës, siç mund të jemi edhe ne të dy, nuk do të thotë afërfe që janë votues të kësaj partie së re. Ka aty sa të dush qytetarë të cilët nuk janë votues të asnjë prej partive që janë në skenë, po janë aty për një reagim qytetar. Ka, siç jam unë personalisht mbështes protestën, por nuk jam adhurues asnjë logoje partie. Pra mund të ketë nga ata që kanë qenë elektorat gri, kanë dalë në shesh dhe vazhdojnë të mbeten prap gri. Prap gri, sepse janë thjesht aty për të reaguar si qytetar kur shikojnë që ka gjëra që nuk shkojnë. Në këtë kuadër nuk mendoj që nga ajo protestë do të lindë një forcë politike, po do duhet kishte lindur apo do duhet të ishin hedhur ide politike më të forta se sa thjesht një paket kërkesash që u lexuan aty me një copë letër dore, do të ishte një gjë shumë e menduar, shumë e pjekur për të qenë në balancë dhe përfaqësuese e denj e gjithë asaj energjie njerëzore që u derdh për 2 muaj në bulevard, si asnjëherë tjetër. Kjo ishte, unë e kam parë me keqardhje këtë që dimensioni politik i protestës ishte shumë modest në raport me atë çfarë përfaqësonte protesta në nivelin e opozitarizmit qytetar, sepse gjëja e madhe që prodhoi kjo protestë ishte reagimi apo opozitarizmi qytetar që frymëzoi, derisa e bëri opozitarizmin politik të duket krejt minor në raport me atë çfarë ndodhi me njerëzit. Një opozitarizëm që e zhveshi dhe qeverisjen nga autoriteti, e bëri leck, ja humbi komplet kreditet publike. Dhe protesta, nëse do të përpiqemi të njohim 2 merita të mëdha, ishte zhvlerësimi i Partisë Demokratike si partia që ka licencën e opozitarizmit politik dhe zhvlerësimi i qeverisë pa që nevoja të shkojë në zgjedhje, duke e bërë, nëse do kemi shprehje ndjes për mungesën e etikës,